A mendoni se Partia Demokratike mund të veproj me amerikanët përmes Krishtlasividës nëse humbet zgjedhjet kundër Edi Ramës? Absolutisht, Krishtlasividë është një hiç. Krishtlasividë është një ordiner që deklaroi vetë që tha unë jam privat, si privat që është mund të bëj çfarë doj, nuk është përfaqësues shtetit zotëri. Mos i vishni ato atribute që nuk i ka Lasivita. Lasivita është një privat që vjen ha drejt e shqiptarëve, ha lekë e shqiptarëve, edhe kërcet e ikën, ndërsa në Amerikë shkoni pyesi se kush është Lasivita në Amerikë. Nëse kryeministri Edi Rama fiton zgjedhjet e 11 majit, a rrezikon që Shqipëria të izolohet nga SBA-ja? Praktikisht e izoluar është. S'ka ku të shkojmë tepër. E izoluar është. Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës akoma nuk kanë ambasador në Tiranë. Kjo nuk të thotë gjë. Kjo i thotë të tërë. Shtetit e Bashkuar të Amerikës i kanë mbyllur kontaktet me Edi Ramën. Kështu që nuk pres as gjë më shumë se sa kaq. Çfarë mund të bëhet më tepër? S'ka çfarë të bëhet më tepër. Po kush mund të jetë i preferuarja i tyre, sepse në këtë rast i bie që të jetë Berisha? Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Berisha është arrestuar me urdhër të këtyre, me orientimin e tyre, jo me urdhër të tyre, po me orientimin e tyre. Tani se sa do ta mbajnë këtë dhe se sa do vazhdoj, sa e vërtet do jetë, nuk e di. Di që Berisha u bën kashillok, Berisha tallet. Këtë e di mirë, që tallet. Dhe jo e di mirë se kam hedhur fall, jo. Po e di mirë se shikoj që nxjerrin 501 justifikime për ta arrestuar dhe për ta vënë para bankës së drejtësisë. Zotëri, Sali Berisha ka llogaritë më dha për të dhënë këtij vendi. Unë kam mbështetur Sali Berishën gjatë gjithë kohës që kam qenë në emigracion, duke besuar dhe duke menduar që ishte i djathtë dhe ishte për Shqipërinë. Këtu mësoj gjëra të llahtarshme për veprimtarinë politike të zotit Sali Berisha dhe kuptoj që nuk jam dakord me të, nuk e mbështet dot. Jam i vetmi ndoshta nga qytetarët që flasin për media që kam mbetur as me Ben, as me Agan, as me PS-n, as me PD-n. Deri tani kam folur dhe kam menduar që jam zëdhën si qytetari të thjesht, që heq e vuan ditë për ditë për bukën e gojës, që i ka fëmijë të larg nuk i di se ku i ka, që i ka lënë pleqë vetëm në shtëpitë e tyre, pa njerëj, pa zjarr, pa ujë, pa ngrohje, pa ushqim, pa ilaçe, pa gjë. Dhe nuk interesohen për këto, po interesohen si të marrin pushtetin dhe të ndajnë tenderat. Është politika e tendera në Shqipëri. Dhe të gjitha partitë politike hahen për tendera. Po atëherë cila është formula e zgjidhjes? Nuk e them dot atë. Nisur nga ajo që ju keni si këndvështrim apo opinion? Kush ka mend në kokë e kupton, po nuk e them. Pra në këtë rast i bie që shqiptarët të votojnë partitë e vogla. Pjesë e partive të mëdha janë. Ekspertë amerikanë, por edhe mediat amerikane shkruajnë se nëse kryeministri Edi Rama fiton zgjedhjet në Shqipëri, vendi do të kalojë nga demokracia në diktaturë dhe do të marrë shembullin e Erdoganit. A mendoni se mund të ndodhë një gjë e tillë dhe a mund të krahasohet Edi Rama me Erdoganin? Ajo ka ndodhur, ajo po ndodh, atë kemi përditje, po e përjetojmë përdit. Ku janë ata zotërinj të ekspertë amerikanë që nuk dalën të flasën popullit shqiptar, po flasën nga kullat e fildishta? Hajdeni këtu zotërinj eksperimente dhe thuaj janë Edi Ramës të sy. Hajdeni këtu dhe urdhërojeni SPAK-un se ju e keni krijuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e krijuan dhe financojnë SPAK-un. Të vinë aty të thonë SPAK-un, hajde këtu di zotërinj pse të paguajmë ty Altin Dumanit, paguajmë që të na bësh konferenca apo të paguajmë që zbatojmë ligjin. Kështu që edhe ata për mua thjesht bëjnë detyrën, flasin, por nuk veprojnë. Kur pritet të veprojnë amerikanët? Nuk e di, e din ata. Unë nuk pres gjë. A mendoni se mund të ketë një lëvizje konkrete të amerikanëve pas 11 majit? Nuk e di. Nuk di çfarë mund ndodh. Ndërkohë Fox News shkruan se këto zgjedhje janë një përballje midis njerëzve të Sorosit dhe atyre të Donald Trumpit.
Sa e vërtet është një gjë e tillë? Dua ta besoj. Pra, Nuk e di sa e vërtet është. pra me pak fjalë Edi Rama përfaqëson njerëzit e Sorosit dhe Berisha njerëzit e Trumpit. Jo, të Sorosit janë të dy. Të dy palët të Sorosit janë. Sorosi në Shqipëri e ka sjell Berisha, mos këshet pas gishtit. Por Sorosi gjeti teren tek partia e punës e Shqipërisë, tek pasardhës e saj, tek vazhduesit besnik të vizë partisë, që janë dhe sot e kësaj dite Edi Rama me gjithë ekipin e tij, dhe kuptohet që janë të tërë me Sorosin. Këtu nga politika e Sorosit nuk është e gjur një presje. U arrestua një Erion Velia dhe një Ilir Meta edhe çfarë u mbash malje polli 1000. O zotëri, ty po të tallë Sali Berisha po të bën kashillok ditë për ditë, po të tallë. Dhe miru a bën. Dhe miru a bën e lumt Sali Berishës. U a bën pa fare. E meritojnë të a bëja ashtu. Sepse Sali Berisha po u thot tro çfarë, pa gojë, u thot që po u ambajti hajde më arrestoni. Ja, ky është qëndrimi i Sali Berishës. A e shikoni rrugëzidhjen në këtë rast nga sistemi i drejtësisë kundrejt klasës politike të korruptuar? Absolutisht jo. Sistemi i drejtësisë është i tëri i të dy partive të mëdha politike. I emëruar për tyre, shiko, do marrim një fakt. Është një institucion i quajtur kjo magjistratura. E gjithë magjistratura, zoti gazetar, shikoni që në të bëjnë. Është komplet teoria marxiste-leniniste. Është komplet via marxiste-leniniste e drejtësisë. Kjo është, asnjë gjë tjetër s'ka magjistratura. Pse e them këtë? E them sepse në shkollën e magjistraturës nuk vjen jurist që janë kundër partisë punës socialiste të Shqipërisë. Asnjë, vend të tërë juristët që janë emëruar nga ata dhe që ja i përkasin atij spektri politik. Pra, është thjesht një blokadë e jashtëzakonshme që të dalin në sistemin e drejtësisë kundërshtar politik të Partisë Punës së Komunistëve Shqiptarë në pushtet. Zoti Islami, a mendoni se Erion Veliaj mund të flasë kundër Edi Ramës nëse ky i fundit humbet zgjedhjet parlamentare të 11 majit në mënyrë që të rikthej njerëzit e tij në Partinë Socialiste për të marrë drejtimin e saj? Unë nuk e shoh kryeministrin Edi Ramën dhe nuk e shoh të fitojë zgjedhje, por lidhur me Erion Velia në ato kushte që është nuk mund të flasi. Nuk mund të flasi sepse në radhë parë s'ka kokën e tij të sigurt, pa lejë tjera pastaj. Erion Velia e di si vepron mafia komuniste. Dhe nuk do guxoj të flasë. Ashtu si nuk guxoj të flisë as Arben Ahmetaj, as Sajmir se kishte ky Tahiri. Sajmir Tahiri, e as ata gjysmë e partisë Edi Ramës që janë në burg, nuk flasin sepse e dinë se që gjën. Dëgjoj zotëri, komunistët janë mafia organizuar me pushtet, nuk janë një mafia kështu siç ka Italia për shembull. Jo. I ka të tëra në dorë, kanë gurin dhe ardhën në dorë. Kështu që nuk do flasë Erion Velia, mos keni merak. Dhe Edi Rama është i sigurt për këtë. Çfarë do të prodhojnë këto zgjedhje në këndvështrimin tuaj dhe cili do të jetë fati i shqiptarëve dhe i Shqipërisë nga këto zgjedhje? Mendoj që nuk do dalë një fitues që të marrë pushtetin në këto zgjedhje dhe do të kalohet në krijimin e qeverisë teknike. Pastaj se kush do ta drejtojë qeverinë teknike, kush do ta krijojë dhe ç'orientim do marrë, kjo është tjetër gjë. Pastaj takon të ardhmes. Do presim dhe do shohim. Krijimi i qeverisë teknike, a i hap rrugë sistemit të drejtësisë për të goditur politikanët e korruptuar? Nëse do bëhet qeveria teknike me persona jashtë këtij spektri politik, patjetër që i hap. Po që janë të inkriminuar me PD, PS, PSD, do metet e njëjta situatë. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve që më dëgjuat, që më intervistuat, dhe ndërkohë edhe një herë, se nuk e kam bërë herë të tjera, do t'i përshëndes të gjithë teleshikuesit tuaj, duke i falënderuar për vëmendjen, për komentet, për mesazhet që dërgojnë,
sepse ata janë një mbështetje për mua, pavarësisht se unë koston e këtyre intervistave e kam shumë të lartë. Faleminderit. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.